Mirë se u rikthyer të program, jemi live në Top Channel në këtë pjesë të programit. Flasim për një tematikë e cila deri diku na prek që të gjithëve. Mund mendoni që nuk ju prek, por nëse futeni thellë dhe ktheheni pas në kohë, mund të gjeni ndonjë lidhje të vogël? Jo vetëm pas në kohë, por kam përshtypjen që edhe nëse kanë vëmendje pak më të madhe ndaj fëmijëve që ndonjëherë duket sikur i braktisin për shkak të impenjimeve, do të vërejnë disa detaje që do t'tregonin që ndoshta tek këtu kanë pasur një neglizhencë ndaj emocioneve të tyre, një neglizhencë emocionale që quhet kështu. Kështu që për neglizhencën emocionale të prindërve tanë, apo të ne si prindër, se varet, do të flasim në këtë pjesë të programit me të ftuarit tanë. Mirëmëngjes, mirë se erdhe, Eva Sinane, faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes, Paulin Vilajeti, pastor, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, zoti Bekoft. Faleminderit gjithashtu. Mirëmëngjes, mirë se erdhe, Sojla Koçebellin, faleminderit që jemi ne. Mirë se ju gjeta. Tani, ta mbajmë me hatër zotin praktikisht i bëj një kafe Paulinit, se më ka kërkuar kafe dhe me të Një kafe Paulinit, ndërkohë që do doja ta nisnim bisedën pikërisht me Evën, për të qenë pak të qartë edhe me ata që janë duke na ndjekur në këto momente, për shpjeguar pak të termin, le të themi, neglizhencë emocionale të prindërve ndaj fëmijëve. Thënë kështu duket sikur ata po e bëjnë me vetdije, por një pjesë e mirë e prindërve e bëjnë pa vetdije Këtë neglizhencë. Këtë mungesë për kushtimi kohor ndaj fëmijëve të tyre. Unë do të thoja që prindrit, aktualisht prindrit e ditëve të sotme, janë gjithmonë në një sfidë prindërimi për të arritur një ekuilibër të çekuilibruar modern, sepse vetë aktualiteti në cilin jetojmë, periudha kohore ku jemi, është shumë dinamike dhe ka një intensitet shumë të madh. Prindrit tani më janë në karrierë, bëjnë më shumë se sa një punë. Ne kemi kaluar nga familje tradicionale kur kishim gjyshrit apo vëllezër motra në një banesë, tani kemi kaluar në familje bërtham dhe në qoftë se më përpara ndahej koha e prindërimit edhe me gjyshrit, sepse i kushtoni më shumë vëmendje fëmijës, tani është vetë prindi. Prindi dhe fëmija është ai i cili duhet të menaxhojë këtë kohën e përbashkët familjare. Unë do të thoja që janë ekuilibra shumë delikat dhe janë ekuilibra shumë të brisht, por është shumë e vërtet ajo që e thatë ju në kryet herës që neglizhencat e fillestare, sidomos në 6 vitet e para të fëmijës, shënjojnë vazhdimin e tij si një i rritur i së nesërmes i shoqërisë. E kuptoj. Kafja mirë? Shumë. Ne kemi lori normale. A Dorovitet. Jo, e kemi kështu për shefin ton. Keni nga shtëpia. Ta kalojmë pak personale, e keni ndjerë ndonjëherë këtu? Nga prindrit tanë? Nga prindrit tuaj? Nga prindrit ata me të tyre. Po, nga prindrit tanë se cili prej nesh, neglizhencën, po, personalisht. Unë që duke menduar në fakt përpara se të vija këtu dhe duke parë epoka të ndryshme se si fëmijët janë rritur. Në fillim shumë kohë ma përpara fëmijët thoshin që jemi nanës dhe babës. Po. Më vonë kur nana dhe baba filluan duke qenë të dy në punë, i rriste gjyshi me gjyshin, thoshin jam i gjyshit e i gjyshes. Tani që janë ndarë prindrit nga gjyshi dhe gjyshe dhe vazhdojnë punën, e bëmë i pyet, ma mërë me janë thonë jemi fëmijët e shoqërisë. Dhe unë mendoj ky është një defekt i jashtëzakonshëm në mënyrën se si vetë prindrit janë duke i parë fëmijët. Bibla ka një varg shumë bukur dhe thotë kështu: vrisni dhelprat e vogla, sepse ato e prishin vreshtin. Tani nëse ne shohim dhelprat e vogla, ta nuk kanë asnjë lloj fuqie, por kur ato rriten, ato janë ato që e prishin vreshtin. Si do të thotë, nëse ne nuk merremi me edukimin e fëmijëve, dhe unë nuk besoj se për një prind, unë marr veten time, nuk ka një dhuratë më të çmuar për mua në këtë botë se sa fëmia im. Jo, dhe nuk mendoj që për mua duhet që karriera ime, puna ime, dhe tjetë ajo e cila këtë dhuratë ka të çmuar, ta lë që ta rrisë shoqëria. Prit, një sekond tani, sepse po dalë në një krah tjetër. Okej, je shumë dakord, sepse në rregull jam dakord me logjikën tënde, por ama është dhe ana tjetër për t'i dhënë dashuri këtij fëmijës, duhet që ti, se jetojmë në një shoqëri konsumiste, absolutisht dhe duhet t'ia plotësosh disa kushte. Kushte të cilat janë bazike, ose edhe kushte më të mira se sa baziket, në një shoqëri ku
krahasimore, se cili prej nesh krahasohet, fëmijët tanë krahasohen me fëmijët e të tjerëve dhe ti do t'ja plotësosh, për t'ja plotësuar, do duhet punosh, do duhet të heqësh kohë nga koha jote që do kalosh. Ka një shoqëri ku gjithçka evoluon shpejt. Edhe eksakt. Do e vazhdoj këtë. Ja, do ta vazhdojmë që gjithë. Do e vazhdoj duke thënë që unë nuk besoj që në qoftë problemi më i madh është kur vetë prindit janë në trysninë e shoqërisë. Po se kështu jetojmë, kemi ç'bëjmë. Jo. Po varet se si e mëson ti fëmijën. Trysnia është zgjedhje. Ti mund të zgjedhësh që të mos jesh në trysninë e shoqërisë. Sepse dje unë isha duke pi një kafe me një mikun tim nga Anglia dhe duke biseduar me te, ishim duke biseduar për disa çështje dhe i thash nuk kam asnjë lloj problemit me zgjedhjen krejt ndryshe nga ajo që unë e konceptoj të mënyrës se si njëri dën me jetu në këtë botë. Problemin që kam është zgjedhja e këtij personi të bëhet trysni dhe presion mbi mua që unë të zgjidh të njëjtën gjë. Dhe unë mendoj ne jemi individ, që do të thotë Perëndia kur e ka krijuar njeriu, e ka krijuar në mënyrë individuale. Kur ne vendosim shenjën e gishtit, nuk i del askujt ftyra e dikujt tjetër përveç fytyrës. Kjo tregon që Perëndia në biometrin ton ka vendosur diçka unike. Unë nuk kam arsye që për shkak të trysnisë tane, unë, familja ime dhe fëmijët e mi, duhet patjetër të rriten ashtu siç mendon ti. Për shkak se unë besoj që vlera ime e gruas time dhe fëmijëve të mi është ajo vlerë mbi të cilën ne kemi vendosur integritetin e familjes tonë. Dhe është ky integritet që ne ndërtojmë dhe e kemi rrethuar dhe integriteti ka një rreth që e ka fuqinë dhe është dashuria. Dhe unë mendoj në qoftë se nuk mund të lejosh sken me shkel mbi dashurinë, nuk mund të lejosh as sken për me shkel mbi dashurinë në pjesën tënde dhe nuk duhet që ti të shkelish mbi dashurinë që të shkosh te dikush tjetër. Tani, dakord, e kuptoj që po themi sepse po dëgjoj fjalën më shumë vëmendje. Pra unë nuk mund të lejoj askën të më bëj mua presion. E kuptoj që ne nuk mund ta lejojmë dhe mundohemi të bëjmë barë sa të mundemi, Problemi është ne kuptojmë që na bëjnë presion. A ky presioni është? Patjetër, unë nuk thash që nuk ekziston presioni. Unë thash ne nuk duhet lejojmë që presioni të tjerëve. Por presioni brendshëm. Pra ti ke krijuar pastaj një presion brendshëm për të bërë. Jo, presioni, nëse është nga brenda është problem personal. Nëse është problem nga jashtë është ajo që ne nuk duhet lejojmë. Drejt është edhe kjo. Ke shumë të drejtë. Ideja është që qëndron, aktualisht qëndron. Unë do ta kthe pak tek termi i neglizhencës. Shiko, neglizhenca sot paktën shpeshherë kthehet edhe tek ajo që ne në një moment që fëmia na pyet për diçka dhe ti je në telefon si prind, ti thua jo tani. Edhe kjo është neglizhencë. Pra, nëse ne marrim fizikisht si kohë qëndrimi të fëmijëve brenda mureve të shtëpisë, fëmijët sot rrinë shumë më shumë brenda mureve të shtëpisë sa kemi qëndruar në kohën tonë. Absolutisht po. Kështu që në parim i bie që këta fëmijë duhet të kenë më shumë hapësirë për qëndruar me prindit e tyre. Po, logjikisht. Po se kështu i bie. Për sa kohë fëmia qëndron shumë më shumë. Fizikisht je më afër. Për sa kohë qëndron shumë më shumë dhe është reale që ne konsumojmë shumë më shumë orë fizikisht brenda dërës së shtëpisë me fëmijët tanë, kjo nuk është konvertuar në më shumë vëmendje për fëmijët tanë. Pra kur ne kemi qëndruar jashtë, ne më vërtet ktheheshim në orën po themi 8 darkës në shtëpi, ama jo 8 darkës që marrim pyetje. Për gjithçka ti duhet të tregoje, ti e shkëmbeje këtë lloj informacioni. Sot ndërkohë na ndodh kjo që fëmijët rrinë brenda mureve të shtëpisë dhe brenda mureve të dhomës tyre. Ky është problemi. Pra, domethënë, nuk ka qëndruar vetëm brenda derës së shtëpisë ku ne mund të rrim gjithë bashkë në sallon apo në ambientin e përbashkët të qendrimit, po fëmijët rrin brenda dhomës tyre, prindi ndonjëherë ai brenda dhomës së tij dhe pastaj takohen her pas here për të konsumuar darkën bashkë. Tash ky është gabim që duhet ta korrigjojnë të rriturit, jo fëmia. Absolutisht. Pra, ky rrituri. Nga vjen ky gabimi tani? Një sekondë dua ta çoj pak sepse po do ta kthej tek praktika reale. Tek praktika reale dhe ju lutem tek personalja sepse Po, si e keni përjetuar? Na shërben të gjithëve. Domethënë doja vetëm bëja një shpjegim, po themi që në kohën tonë nuk ka ekzistuar si temë neglizhenca, sepse ne i përkisim gjithë shoqërisë, ne atë kemi përkitur gjithë shoqërisë realisht, Sot jemi detyruar. Të rriste lagja. Po, shiko, edhe më besoni, edhe shprehja fëmia rritet nga një fshat i tërë është shprehje shumë e vërtetë. Po, shumë e drejtë. Është në aspektin emocional, psikologjik, fizik të vetëm dy prindërve, apo në rast se u kemi një prind, shumë e vështirë të ezaurosh të gjitha nevojat e fëmijës. Pra, sepse ti ke nevojë për kohën tënde. Dhe sot, duke u bërë në këto familjet më të vogla, me dy prindër, në shumë raste edhe me një prind, imagjinoje se sa e vështirë është pastaj për të konsumuar dhe kohën e vetes tënde, sepse ne kemi kohë fizike, kemi nevojë për kohë fizike dhe për veten tonë, po edhe për një çlodhje mbas gjithsej ngarkesë pune që kemi dhe pastaj ndodh pikëllisht ky lloj presioni që do të vi nga celulari. Ti domethënë kemi mbyllur ditën e punës, do të vi një mesazh nga ora 7, shikoj se është për të bërë diçka, ti do të përgjigjesh. Dikush edhe ndonjëherë është bërë WhatsApp, është bërë ankthë,
Sepse një telefonat që e mbaron për 30 sekonda në WhatsApp shko 30 minuta. E vërtet, Duke se quar fjalit shkruash. tek e tek dhe realisht, domethënë kam rritur një pishë dhe ke nevojë ta mbyllësh WhatsAppin se të merr shumë kohë konsum dhe për më tepër, shpesh herë po themi ka edhe aludime ose hamendësime po si ma tha, po qysh ma tha, ndërkohë që mund konsumojme. Por këto duhet ta kthej vetëm pikën që të marrin kohë. Pra ty të merr atë kohë që ti fëmijës tënd i thua nuk kam kohë tani të të përgjigjem. Dhe mos harrojmë diçka se prindit nuk do ta harrojnë. E bëj dhe unë, pra nëse e them që unë gjej veten time që në një moment i them jo tani. Por ama të paktën kam atë vetdije që prit e mbylla si ishte, çfarë kishte nevojë, ai kemi ne prindit të përgatitur për ta bërë këtë lloj rikthimi direkt dhe për ta ndaluar pastaj për të thënë fal se nuk të dëgjova. Kërkoj ndjesë sepse më duhet të ktheja përgjigjet për diçka urgjente, po tani jam e gjitha për ty. Ky është pastaj korrigjimi që ne mund t'i bëjmë asaj neglizhencës të momentit. Pra edhe unë e bëra neglizhencën e momentit. Tani problemi ku qëndron? Qëndron që nuk është vetëm neglizhencë momenti, po është neglizhencë me orë të tëra, me faktin që hëse në dhomën e tij është, nuk po borzhur, edhe është, po ndërkohë realja është që ti e ke lënë në dhomën e tij, po në kontakt me gjithë botën. Dhe nuk e di çfarë ndodh me fëmijën tënd. Do kalojmë edhe aty. Do kalojmë se është pikë e rëndësishme e bisedës. Dhe këtu pastaj ka neglizhencë rrezikshme. E kuptoj. Eva, prindrit tanë na kanë neglizhuar ne për shkak të traditës, për shkak baballarët përgjithsisht tani dhe Paulini kanë përshtypjen do të më mbështesi këtu, sidomos në pjesa veriore e Shqipërisë, baballarët i kemi pas pak më të ftohtë. Më thonë nuk shpreheshin. Të fortë. Burrat nuk shprehin ndjenja. Burrat nuk duhet t'i pusin fëmijët. Ja, ma jep të drejtë. Po e kompenson të nëna. Okej, por jo, nuk kompensohet. Nuk jam dakord me ty në këtë pjesën, sepse dashuria babait është dashuria babait dhe nënës fëmia ka nevojë për të dy prindit. E di që edhe për shaka. Prindërimi është një profesion që nuk del, është më i vështirë, do thoja unë, dhe nuk del asnjëherë në pension. Ti je prind. E vërtetë është. Dhe prindërimi ka modele. Normalisht ne vim nga një familje dhe jemi rritur me një model prindëror. Kemi mbritur në këtë ditë dhe duhet të marrim më të mirat e modelit të kaluar dhe të përshtatemi me kohën në cilën ne jetojmë. Kjo nuk do të thotë që nëse jemi rritur nga një baba i cili nuk ka kushtuar vëmendje, ti duhet vazhdosh ta trashëgosh këtë gjë tek fëmia yt. Jo psikologjikisht, se s'po flas për vëmendje, po flas për ideja është e tillë që prindër të cilët kanë mungesë vetbesimi, rrisin fëmijë pa vetbesim. Fëmia nuk do të mbajë mend se sa metër katror ke bler ti shtëpinë, apo se sa të shtrinjtë ke paguar për shkollën ku e çon. Fëmia do të mbajë mend sa herë ke puthur, sa herë ke dëgjuar, sa herë ke qëndruar me të, sa herë ke luajtur me të. Fëmia që vjen si një antar i ri në një familje, sidomos në fazat e para të jetës së tij, prindi duhet ta konsiderojë si një individ të ri, si një qenie, e cila është e më vetësishme nga ty. Jo domosdoshmërisht ai, domethënë unë dëgjoj absurditete që ai më bindet mua, ajo më bindet mua. Jo. Ne nuk e kemi fëmijën në një regjim protokollar strikt ushtarak në familje, që ai duhet të bindet ty. Fëmia edhe duhet të kundërshtojë. Po pse s'do të ketë autoritet prindi? Jo, autoriteti është tjetër gjë, disiplina është tjetër gjë dhe mungesa se si ne vrasim unin e tij, i cili ndikon më pas në personalitetin, në vetbesimin, dhe se sa njeri me vetbesim del ky në shoqëri është tjetër gjë. Autoriteti ka mënyra për të vendosur. Nuk është autoriteti do bësh kështu se kështu them unë, ose e di unë, ti nuk di. Ose do blesh këtë gjë se këtë është në... Mos në digjojnë tani fëmijët. Edhe ca gjëra më tepër në prindërit. Ne kemi përpara një njeri të vogël i cili do bëhet nesër një njeri i rritur. Dhe ky njeriu i vogël, gjërat që për ne mund të jenë të rëndësishme ose të parëndësishme, për të është e kundërta. Domethënë, nëse ne pyesim fëmijën se çfarë ke dëshirë të veshësh sot në shkollë, ne japim atij një pushtet të vogël për ne të parëndësishëm, po për atë është shumë i rëndësishëm, sepse ai po pyetet, ati po i merret mendim. Pra i bie që japim edhe vëmendje në të njëjtën kohë. Tjetër, domethënë, është një ekuilibër dhe është një balans tërhiq dhe mos koput për gjëra që janë të rëndësishme. Ne nuk jemi aty vetëm në rolin e autoritarit. Ne jemi në rolin e këshilluesit, të udhëzuesit, të dëgjuesit aktiv dhe të qenurit prezent në jetën e tij. Okej. Paulin? Jo, unë me vajzën e madhe nuk kishim mundësi që të kishim telefona, ka qenë vetëm alo. Po. Kurse vajzës vogël, kur unë i dhash telefonin e parë smart, i kam thënë këtë gjë. I thash bab, për te këtij ekranit ka një botë totalisht satanike dhe demonike. Unë i thash një fjalë që fëmijës tim të ngelte në mend sa e rrezikshme është bota për te ekranit. Dhe i kam thënë këtë gjë. Më ndodhi një herë që
më foli 2-3 herë, duhet të dalë të Suela që tha, prit një sekund. Edhe ishe duke fol me telefon. Dhe më thot vajza, më foli 2 herë, edhe herën e dytë, o ba, dhe pashi ishte me lot në sy. E kam pa, i thash, të kërkoj shumë djes, po të kërkoj një favor. Të lutem, i thash, më ndalo. Sepse nëse unë jam duke bërë dhe që ka më dilë për para, thue, jam unë këtu. Dhe din që më banë vajza, kur më fliste, se tani është 20 vjeqe, po në këtë proces, ishe duke fol, o ba, unë vazhdoj, edhe dilte për para. Qëra është më rëndësishme se unë. E thosha, asgjë. Dhe leja telefonit dhe me sinceritet i drejtohesh asaj. Që do të thotë, unë mendoj edhe marrëdhënia prind-fëmijë, duhet një marrëdhënie që prindi duhet të pranoj që fëmija duhet të insistoj, jo të ore qa keti që më flet 2 herë, nuk jam short. Është detyra e fëmijës të insistoj. Një gjë që e kemi të metë. Po mirë, sepse është ofruar, ja ka ofruar tjetër. Se largohet ka dhe prindër që të godasin se i ndalon. Fshati rrit fëmin. Unë do të thoja këte. Çfarë ndodh sot me fëmijët, sepse me të vërtet ata rrinë tërë kohën në shtëpi. Tani studimi i fundit që ka dalë është që çdo krijesë njerëzore duhet patjetër zbathur 8 minuta në ditë të ecë on bar, on tokë, on rare. Pse? Se e gjithë energjia negative, toksike shkon në tokë. Fëmijët, që po bëjmë? I lam me telefon tërë ditën që janë tërkohën duke u toksikuar me informacione negative, sepse interneti, më shumë dhe fëmija është i prirur drejt informacionit negativ, sepse është dënë me ditë diçka e cila është ndaluar. Dhe që ndodhë? Ti nuk e qënë asë në sport. Ti nuk e liviz fëmijën e manë të nditë në shpi, unë mendoj, ne prindrit duhet të marrim një vendim. Fëmija duhet të dalë me mua dhe të ecë, atë bëj sport, jo të qëshin kafe, se në kafe fëmija nuk është shokë jotë. Nga shpijan kafe. A e di çfarë më bën përshtypje më falë? Edhe në dhomat e pa aerosura, doja të shtoja, dhe më thënë ato dhoma që s'hapen kur dritaret, se po themi ka pluhur jashtë. Nërkohë harrojmë që edhe dhoma ka nevojë të aeroset për të shkarkuar, për të lëvizur ajri. E shoh nga të tre, ju që jeni në studio këtu, që në një farë kuptimi me dashje apo pa dashje më devijoni pak. I bëni bisht. I bëni pak bisht, pyetje thelbësore që unë po ju bëj. Po prit. Ose keni shumë për të thënë për aktualitetin tani, sepse në fund të fundit, ajo çfarë unë dua nëpërmjet jush pa diskutim, nëpërmjet eksperiencës tonë, edhe për publikun që është duke na ndjekur, të bëjmë këtë lidhjen me të shkuarën me prindrit tanë. Sepse nëse flasim për studimet, kjo puna e neglizhencës emocionale ndaj fëmijëve, buron nga prindi ynë, si që përmendëm me Paulinin, që baballarët verior, përgjithsisht, edhe të jugut, unë jam verior për vete, kështu që në këtë rast nuk po bëjmë dasi, duke si kur kanë qenë gjithmonë pak më të ftohtë në raport me fëmijët e tyre. Por edhe në jug, tani kjo gjë, ka bërë që ne të jemi prindër të cilët ju japim fëmijëve tanë më shumë se sa duhet, i ngopim ato çfarë ne na kanë munguar, apo nuk qëndron fare, ne jemi, kjo vjen nga shoqëria që ne kemi, sepse janë këto që përmendëm deri tani. Kam bërë debat. Do e marrun fjalën. Po. Do e marrun fjalën mirë. Po. Funksionon që ajo që ka qenë mungesë për ne, ne e japim me tepric. Kjo është ti personalisht, a e ke ndjerë? Po pra ja të tregoj, pra funksionon që në parim, ajo që për ne ka qenë mungesë, po themi ka qenë mungesë puthja e babait, babin e kam nga Korça, kështu që s'mo kanë munguar, por mënyrë se ne funksionojmë, ose edhe modeli. Pra modeli i prindit tim ka qenë që fjala e babit nuk diskutohej. Po. Ai ishte oficer, kishte edhe veshjen e oficerit, edhe ishte, më thënë, për gjithë pallatin, jo vetëm për ne në shtëpi. Ishte sepse ishte jashtër apo ishte sepse nuk ishte jashtër. Gjallte autoritet vet? Shiko, nuk ishte jashtër. Duke qenë oficer, ai ishte më pak i pranishëm në shtëpi, ishte figura që ne shikonim pak më pak, por ishte figura shumë e respektuar nga nëna ime dhe që te ne vinte gjithmonë me tone pozitive. Por kjo nuk do të thotë që unë se kam dashur, po themi të më puthë gjithkohën. Pa, mua që jam vajzë më ka puthur shumë, vëllain tim ka mbajtur një lloj, po themi, disi distance pak më shumë sepse djalë ky nuk duhet t'i puthim. Mes çunave. Po, vetëm doa të jem shumë e vërtetë. Tani unë besoj që ne sot, si femra, si meshkuj, si nëna, si baballar, ne i puthim goxha shumë fëmijët tanë. Dhe kam përshtypjen që një ndër arsyet është edhe pikërisht kjo mungesë që na ka ardhur. Tani, a duhet i puthim fëmijët shumë apo jo? Është marrëdhënie dashurie, tash më mirë t'ja mësojmë ne puthjen fëmijëve tanë se t'ja mësoj dikush në rrugë. Kështu që duhet të mësojmë edhe puthjet e shëndetshme, edhe ato që po themi janë intime, edhe ato që janë me prindin, edhe është një mesazh që duhet t'i japësh fëmijës tënd. Por nga ana tjetër mos të harrojmë,
Në kohën kur ne jemi rritur nuk është quajtur neglizhencë, ka qenë në kuadrin e kulturës dhe zhvillimit social të asaj kohe. Pra ata nuk dinin të bënin ndryshe. Çfarë mendojnë që është e vështirë për ne sot është pikërisht ky tranzicioni, se kjo fjala tranzicion është bërë s'na ik nga mendja, kemi një 30 vite kusur, po ky tranzicioni nga çfarë na mësuan dhe se si e kërkon fëmia jon sot është shumë i vështirë brenda nesh, sepse nuk besoj që edhe ju nuk e gjeni veten tuaj në njëjtin pozicion. Pra ka momente që unë e gjej veten time dhe them bëra si mami im. Pra ka momente që unë e gjej që atë gjë po themi që më ma thoshte dikur, nuk e di diçka që s'më pëlqente, e thoya unë s'kam për të bërë kurrë kështu me fëmijën tim. Unë gjej veten time sot që ka një moment të them e bëra. Do bësh prind vete, do më kujtosh. Nga ana tjetër, pra ne të paktën çfarë bëjmë është pikërisht ky ndryshim, duke ditur që sot fëmijët kanë nevoja. Duke i kuptuar, se prindërit tanë nuk e kanë kuptuar, nuk kanë ditur më shumë, pra duhet i pranojmë për çka ata dinin, ne duke ditur këtë gjë që sot fëmijët kanë më shumë informacion, ne kemi si prindër dhe duhet jemi ambicioz si prindër për të pasur informacion lidhur me prindërimin. Pra nuk mund të jemi prindër që ne marrim më të mirë qenë që hose fëmijë do i rrisë Zoti. Pa pasur as edhe një gjë domethënë në lidhje me aspektin fetar, por nuk mundet një prind të thotë, sepse është edhe neglizhuese kur i thon tipike neglizhuese si i rrit Zoti. Jo. Prindi ka për detyrë të sjellë në jetë fëmijë kur dëshiron dhe kur dëshiron të rrisë ta fëmijën me më të mirën e tij të mundshme. Duke pasur brenda vetes tij përplasjen mes modelit që un kam pasur se si jam rritur dhe mes asaj që un sot di dhe mësoj gjithmonë më shumë se si duhet ta rris fëmijën tim. E kuptoj. Për të qenë pak më mirë. Ka dy modele familjare që kanë qenë në çdo kohë dhe do vazhdojnë të jenë çdo kohë. Herë më shumë, herë më pak. Është modeli familjar që gëzon kur babai vjen në shtëpi, që do të thotë që ky është babai që përkushtohet emocionalisht edhe krijon një klimë të mirë për nënën dhe fëmijët, por është dhe modeli që gëzon kur babai ikën nga shtëpia. Që është ai babai tjetër që nuk ka lidhje shumë me autoritetin, sa ka lidhje me dhunën fizike, psikologjike, verbale, me radhë. Nuk po dua të ndalen te kjo pjesë, por ajo që u tha që këta prindërit të shkuarës si kanë ndikuar. Prindrit e tu, si kanë ndikuar tek ti personalisht? Ata kanë ndikuar për të më rritur mua si një qenie shoqërore, mua dhe gjithë ne, si një qenie shoqërore dhe më së shumti pa diskutim që kjo ndikon në rolin tim si nën, po përpara se unë të bëhesha nën apo dikush të bëhet baba, është motër, është shok, është funksionar, ka një detyrë caktuar publike me radhë me radhë. Dhe do ta bëj në një rafsh pak më të gjerë, ne shpesh themi pse kjo shoqëria jonë është bërë kështu, ose pse jemi ne kështu, pse jemi kaq pak empatik, pse jemi kaq na mungon pak dashuria për tjetrin, ose jemi bërë një shoqëri kleptomane e me radhë. Sepse individët e sotëm janë individët që kanë qenë fëmijë të para 30 viteve dhe janë këta individët të cilët i kemi pa vetbesim. Dhe i kemi jo qytetarët e mirë që do të donim ne të ishim, sepse deviancat e shoqërisë vijnë pikërisht nga prindi i cili e frenon, e vret unin e birit vet, e fëmijës vet. E kuptoj. Shiko, unë do thoya vetëm këtë. Në qoftë se ne prindrit nuk kuptojmë që keni parasysh ato makinat që vendosin mrapa shoferiri, në qoftë se ne nuk vendosim që ta shkruajmë këtu përpara prindiri, po mos ta heqësh kurrë. Jo dhe në momentin që fëmia ka lindë, u bëra baba, u bëra nën, dhe heq shenjë. Gjithmonë je prindëri? Je prindëri gjithmonë, për një arsye. Edhe nëse ke më shumë fëmijë? Jo, nuk ka rëndësi sa fëmijë ke. Prindëri je sepse ti je gjithmonë duke u ballafaquar me diçka të re. Që do të thotë ti vetë duhet të jesh një person që mos lejosh që të bësh të njëjtin divizje që ke bërë një herë më përpara. Pra ti duhet të përgjigjesh çdo gjë me diçka të cilën ti po e mëson. Pra prindërimi nuk ka një formulë, sepse unë kam lexuar shumë libra. Unë nuk e di, sepse nga që unë jam pastor dhe jap shumë leksione për familjen, predikimet ndryshme, dhe unë ju them gjithmonë, nuk ka leksion. Prindërimi është ti je njësoj siç mëson makinën dhe ti ke vendos duart në timon dhe do jesh ti që do mësosh reflekset. Është e njëjta gjë, sepse në qoftë se unë lexoj një libër dhe në bazë atij librit apo në bazë një këshille unë dua ta mësoj fëmin tim, unë du me heq barrën e prindërimit dhe shumë prindër dështojnë në këtë pikë. Ka prindër të cilët, sinqerisht, vinë te unë dhe bisedojnë, pastor, të lutem. I kam thënë, është sfida jote. Shiko, unë kam vendosur diçka në jetën time. Kur kam qenë i vogël, unë jam abuzuar shumë si fëmijë, ndaq fizikisht, në gjitha mënyrat. Dhe kur unë jam rrit dhe jam bërë prind, unë kam vendosur të gjatë.
mua nuk më intereson kush nuk më ka dash në këtë botë, unë fëmin tim do e dua. Dhe kur kam marrë këtë vendim që do e dua fëmin tim, nga ky pozicion unë kam bërë të gjithë jetën time si prind, nga pozicioni dashurisë. Jo nga pozicioni disiplinimit, nga pozicioni i të treguarit fëmis ti ke gabim, sepse fëmia im qante, sepse donte ta bënte diçka dhe u lëriste dhe unë ulesha në gjunjë, dhe bashkë me të qeja i thosha, e di mor babë se dënë, e di, por nuk bën. Shikoj e babin tënd, e di, unë po qaj nga dëshira që ti ke me e ban, po qaj se s'la do të se e di që të dëmton. Dhe fëmia im heshte, më shikon të kështu. Pra, është një lloj dashuria duhet jetë aktive me fëmin. Çdo herë, në çdo moment, nëse ne nuk e bëjmë aktive dashurinë, dhe dashuria është disiplina më e mirë. Më bëri një pyetje një person, tha, a i mëson fëmijë sa 10 urdhërime të Mojsiut? Jo, nuk i mëson. Po si e disiplinon me dashuri? Po si disiplinohet fëmia me dashuri? Thash, ky është sekreti i qiellit. Dhe këtë zbulon vetëm Zoti në jetën. Është e vërtetë që thonë Zoti e mbron fëmin, Zoti e rrit fëmin. Shumë njerëz e thonë këtë. Në fakt është e vërtetë. Se me mënyrën se si prindit sot sillen dhe e neglizhojnë fëmijët nëse s'është dora e Zotit, mos e ke. Po duhet ta bëjnë prindit. Por fëmijë, por dëgjoj, kjo nuk do të thotë që prindi duhet të heq dorën, ka dora e Zotit. Po do bëjmë thirrje që prindit ta bëjnë rolin e tyre. Bëra një status në Facebook par dia. Se Zoti mund bëjnë një ditë pushime dhe Jo, ka shumë fëmijë. Ne kemi gjithatë fëmijë, që do merr fëmijët Ne vetë. kena një shprehje. Dhe shprehja jonë është kjo. Zoti t'jep aq sa mban. Edhe thash është mashtrim. Sepse Zoti nuk jep kur sa mban njeriu. Zoti t'jep më shumë që ai me qenë me ty që me të ndihmon për me mbajt atë. Dhe nëse Zoti më jep aq sa mbaj dhe unë s'kam nevojë për Zotin, fëmia ka punën e vet. Ne kam shumë trezire të thuash prindër duhet bëni rolin tuaj, ëh? Mos bëni se thashë nuk duhet hequr prindër ju lutem. Prandaj thashë fëmia, prandaj thash mund të thuash që të sillim ca praktika më Jo, një sekond, të lutem. Dora e fëmijës, dora e fëmin tim. Po beso, domethënë sot ke akoma familje që e para, po themi, nuk kanë asnjë mundësi ekonomike për të konsumuar, për të pas bukën e shtruar në tavolinë, dhe tash ajo është 30 vjeç, ai është 32 vjeç e kanë 12 fëmijë. Se tash nuk e rrit Zoti këta pastor. Ata janë për të shëruar. Ka raste specifike. Do ta diskutojmë se duhet bëjmë patjetër një pauzë të detyruar se ka marketing. e rikthehemi vetëm pas pak.